Qytetarët po më shkruajnë lidhur me ato se cilat janë procedurat për me ta konfisku një zyrtar policor në vendin e ngjarjes patent shoferin për shembull për përdorim telefonit. Kemi mesaru me avokatin cilat janë rrugët ligjore që munden me ndjek, gjithashtu edhe një çështje të mërgjimtarëve të cilëve po ju konfiskohet patent shoferi me detyrimin për me shku me i pagu xhobat, a kanë të drejtë ajo zyrtar policor me i bëu sto veprime. Hajde shkojmë bashkë zyrën e ka dikun të sheshi edhe shihemi me avokatin Petrit Lladrovci. Qytetarë nuk po dinë a mujnë me ndjek ende procedura kur ju konfiskohet patent shoferi. Së pari kishim dashur domethënë me na sqaru cilat janë me lizin e ri domethënë cilat janë momentet kur polici ka të drejtë me sekuestruar ose me konfisku domethënë patent shoferin. Së pari domethënë ligji ka dalë në 2024 ligji për rregullat e trafikut rrugor ku ja jep mundësinë policisë së Kosovës apo ja autorizon ato të konfiskon patent shoferin. Tash ligjërisht është në rregull, është kushtetuese kjo është që duhet të mohetu, edhe duhet më ndjek procedura që me këqysh ky ligj është kushtetuesa jo, edhe pse brenda saj na ka shumë kundërthënie njëri me tjetrin, por procedura është në disa raste kanë drejt për shembull me konfisku patent shoferin nëse për shembull është hera e dytë në telefon nxan duke folur në automjet duke drejtuar mjetin, atëherë të konfiskohet patent shoferin. Po thoni në vendin e ngjarjes, domethënë ka të drejtë herën e dytë kur të nxen në kundërvajtje apo? Po, herën e dytë kur të nxen. Nëse herën e parë ta shënon një tiketë për 100 euro dhe ta hek në pikë, herën e dytë kur nxat të fol në telefon, evidentohet aja a ka domethënë a është hera e dytë në sistem që e ka përdorur telefonin, konfiskohet patent shoferit, po edhe në raste tjera nëse hin vit plot në te kalim apo ec ndoshta mbi 30 në orë se sa është lejuar, apo raste tjera në semafor të kuq për shembull të konfiskohet patent shoferi edhe në këto raste. Po, domethënë mas si konfiskohet patent shoferit, qytetarët ku e kanë derën e parë domethënë që munden me u drejtu? Është komisioni për vendosje, është i themeluar, është brenda policisë së Kosovës, kështu që në atë komision vendoset lidhur me ankesën e drejtuar nga qytetari. Ankesa është kundër vendimit të shkallës parë në farë mënyrë sepse është vendim administrativ i zyrtarit policor që ka vendosur të ja konfiskoj apo të ja marr drejtën e vozitjes. Po, tash domethënë nëse ankohet në komision edhe i refuzohet kërkesa, a kanë të drejtë me u drejtu gjykatës? Po, është në secilin vendim, është pjesë e vendimit këshilla juridike, secili vendim i komisionit për vendosje ka këshillë juridike edhe të cilët mund të ju drejtohen për çdo shkelje mund të drejtohen gjykatës. Po tash problematika është sepse gjykatat vonojnë shumë, ndërsa konfiskimi apo ndalimi i drejtimit të mjetit është me një afat caktuar për shembull 3 muaj, 6 muaj apo 1 vjet, ndërsa nëse shkojmë me gjykat kjo zgjatet shumë dhe nuk ka tani më ndaj fare relevance të shkojnë gjykat. Vendimi i gjykatës për shkak se deri të vjen radha për a ki drejt ajo ti e merr patent shoferin, kështu që në gjykat shumë rrallë ndjekin personat apo kundërvajtësit në trafik ndjekin rrugë ligjore. Domethënë tash është një farë problemi tjetër, cilin po e hasi edhe qytetarët që më kanë shkruajt, ndoshta ju ka rastisë edhe juve, domethënë persona që janë të vetmit të punësuar, edhe punë kanë domethënë për shembull vozitin, domethënë janë shofer për kompani për çka. Edhe kur po ju konfiskohet leja, po ata po thonë kanë herë që kjo ka ndodhur në rastin e parë që i kanë dhënë me telefon dorë. Për shembull, edhe kur janë anku ose diçka e tillë, domethënë nuk e kanë marrë për bazë ato që janë të thonë. Edhe tash këta që janë në shumicën e rasteve të kërku, është çështja domethënë që pse nuk po trajtohen çdo farë çështje kur është i vetmi i punësuar në familje ose a munden tani me ndjek si rast në gjykatë, ai merr parasysh gjykata ashtu apo prapë është si kjo që gjykata vonon prapë edhe domethënë besin pa punë çta persona. Po dua din specifikisht domethënë se kjo ka pastaj edhe pasoja tek qytetarët. Nëse po më kuptoni sa kështu sa po duhet. Realisht me konfiskimin e patent shoferit një punëtor që është shofer, që ka pozitën shofer në një kompani, ajo automatikisht e hub punën për shkak se ka çat pozicion që smonet me zhvillu aktivitetin e punës pa patent shofer. Çka kumbo thirrje është që mos të merret patent shoferi me vendimin e shkollës parë, por të pritet vendimi
i domethënë komisionit për vendosje si organi shkollës dytë në organin e administratës, se a ka drejt polici a ka pas drejt në rastin konkret të marr të ja konfiskoj patent shoferin apo jo. Atëherë të hyn fuqi, sepse ato nëse ti ja merr patent shoferin edhe e ke marr pa drejt, përveç atina që ja hu punën e që i ban shkelje qytetarit, ai do të dëmtohet edhe shteti, për shkak se ai mund të padit shtetin për kompenzim dëmi lidhur me patent shoferin që u ka konfisku pa drejt, apo nëse vazhdon në soza të gjykatës, kështu që në momentin që evidentuan shkeljet apo nuk ka pas drejt të konfiskoj atë patent shofer, atëherë ai ka drejt edhe për kompenzim dëmi, që në një anë fillimisht ju ka shkaktuar dëm qytetarit, e anën tjetër ju shkaktohet shtetit. Andaj unë edhe përmes juve baj thirrje që mos të merret patent shoferit në vendim të shkollës parë, që është vendimi administrativ i policit, por të merret në rast se ajo shkelje fuqizohet apo lihet në fuqi vendimi i shkollës parë nga organi që është nga komisioni për vendosje në rastin konkret. Okej, edhe në rastet domethënë të mërgjimtarëve që e biseduam edhe paraprakisht, domethënë se e patëm rastin me diskutu, në rastin e mërgjimtarëve kur po ju konfiskohet leja ose patent shoferi pra në vendin e ngjarjes edhe po ju thuhet me shku me pagu dënimin e pastaj domethënë me ardh edhe me marr patent shoferin. Më thatë domethënë këtë kategorikisht kundër, sepse është e kundërlehtësme sipas jush. Realisht mërgjimtarëve apo çdo patent e huaj që është në Kosovë nuk ka drejt policia të konfiskojë. Mund të ndalën drejtimin e mjetit në Republikën e Kosovës në sistem, po ju të ja konfiskon patent shoferin fizikisht. Do më thonë të mërgjimtarëve. Po, secila patent që është elshune jo nga Republika e Kosovës, nuk ka drejt ta konfiskoj. Mundet me ndalu në sistem drejtimin e mjetit motorik në Republikën e Kosovës, po, edhe nëse patrulla tjetër e nal, atina i figuron që s'ka drejt me vozit dhe pason gjoba, si në herën e parë. Po çka po bëhet në praktik që kam domethënë ankesë shumë për mërgjimtarëve është se atina ju merret nuk ju shkruhet konfiskim, po ai anal fizikisht, patrulla anal fizikisht, thotë shko paguaj dënimin, eja tregom që ke pagu dënimin, tani ta dhop. Nuk është policia organ që e inkason në atë mënyrë. Nuk është detyrë e zyrtarit policor ai pagun gjobën ajo. Për shta është edhe afati ankesës. Për atë arsye edhe ai mund me anku lidhur me gjobën. Në atë rast fiskia s'mundsi ankesë, domethënë vetë tyron me shku me pagu. Mundësinë e ankesës ta ja, po ti pagesën veç që ke kry. Nuk ka logjik. Policia e Kosovës mundet përmes përmbarusit me inkasua aty mjetet, por nuk është punë e zyrtarit policor patrollues të anal patent shoferin deri ta ty pagun aja. Plus është mënyra tjetër nëse hin në momentin kur hin herën tjetër në Republikën e Kosovës, nëse nuk e ka pagu gjobën, ai duhet me shku me pagu gjobën tani me la me hy. Për çdo ndryshimet ligjore edhe çdo është kushtetuese ajo, domethënë çka konfiskimi i patent shoferëve. Cilat janë procedurat? Domethënë a mundet me u nis kjo procedurë prej qytetarëve apo duhet domethënë prej institucioneve të tjera? Tu janë disa mënyrë. Nëse qytetari don me shtir mjetet juridike, që në shumicën e rasteve pretend sepse patent shoferi kthehet, siç tham, mas 6 muaj as një viti, duhet me shtir gjitha mjetet juridike me shku në gjykatë kushtetuese, ose përmes avokatit popullit, ose gjykata ka drejt ex officio, apo një pjesë e deputetëve të Kosovës kanë drejt me ngrit këto si çështje, sepse unë mendoj jo veç ligji për rregullat e trafikut rrugor, po mendoj edhe disa ligje tjera që janë në shpërputhje me kushtetutën. Andaj edhe veprimet sepse policia është organ që ekzekutues, ai ka për detyrim me ekzekutu secilin ligj apo zbatim, ligj zbatues në farë mënyre, edhe ka për detyrim i zbatu, po tash a është ligjërisht janë rregull, ligjërisht janë veprimet në rregull, po është në kushtetut, kushtetshmëria është çështje që duhet më trajtu. Okej, çka ishte intervista jonë domethënë me avokatin Petrit Ladrovci, kemi më taku prap pas publikimit të rasteve që i bojmë dhe kemi marrë mendime prej avokatit që qytetarët me pas sa më të lehtë me i trajtu rastet e tyre. Normalisht kemi më interesu nëse edhe ndonjë parti politike ose avokati i popullit potencialisht ka interes me trajtu këtë çështje me çunë në gjykatë kushtetuese edhe me pa lidhshmërinë e këtyre veprimeve që po ndodhin prej zyrtarëve policorë dhe prej komisioneve pastaj.